Ish presidenti Ilir Meta ka reaguar ashpër nga paraburgimi, duke denoncuar atë që ai e konsideron si trajtim diskriminues dhe proces të montuar politik. Meta sqaroi se ndryshimi në pamjen e tij fizike nuk vjen nga keqtrajtimi apo mungesa e ushqimit, por është rezultati një regjimi strikt sportiv prej 4 orësh në ditë dhe një diete të shëndetshme, ndërsa vëreti se kushtet e higjienës, si uji me klor, kanë ndikuar në lëkurën e tij. Ai u ankua se ndryshe nga të burgosurit e tjerë, i lejohet vetëm një herë në ditë ajrosja, por theksoi se kjo nuk e ka penguar të mbetet në formë të shkëlqyer fizike dhe mendore, duke e cilësuar veten si një kampion me reflekse të jashtëzakonshme. Gënjeshtra ishte shumë e trash, e panevojshme dhe lehtësisht e verifikueshme se gjoja edhe unë bëj ajrosje 2 herë në ditë si gjithë të burgosurit, ndërkohë që këtu jo vetëm ambientet e ajrosjes, por edhe dhomat e takimeve apo korridoret janë me kamera 24 orë. Është fakti padiskutueshëm se që nga 2 korriku i 2025-s, unë krejt ndryshe nga çdo i paraburgosur tjetër, bëj vetëm një herë në ditë ajrosje. Natyrisht, kjo nuk më pengon të ushtrohem në qeli, e cila transformohet edhe në palestër me mjete rrethanore, ka deklaruar Meta. Nga ana tjetër, kreu i Partisë së Lirisë lëshoi akuza të rënda ndaj gjykatës së posaçme, duke i cilësuar si skandale vendosjen e tij në kafaz xhami dhe ndalimin e transmetimit live të seancave. Sipas Metës, përdorimi i standardit të terroristëve për trajtimin e tij në sallën e gjyqit është një turp i reformës në drejtësi dhe një shkelje të drejtave të njerëzit që pengon komunikimin me avokatët. Ai kërkoi transparencë të plotë, që publiku të dëgjojë faktet dhe jo deformimet e patronazhistëve, duke këmbgulur se nuk i ka shkaktuar asnjë dëm shtetit shqiptar gjatë karrierës së tij në majat e institucioneve.